po të tregoj diçka e më dziglove me tregu e kur se kam tregu. Hajde. Pashtë e incizume edhe janë fëmit e Tahir Deskut kanë me na përcjell, gruja shumë e nderuar me Tahir Deskut, edhe ai është njeri briljant, ai s'ja ka varë kërkujna, hiç absolut. Dhe dis Tahiri, më therrën mu, unë e kesh njeri vitret të i folë. E di që kam thonë në vërrimin e tina. Tu kam qenë. A ke qenë? Sigurisht. I nderuari Tahir Desku, imagjino si kur unë tisha në arkival në vendin tanë. Me siguri këshe me ma dëgju zonën të të thonë, thuje të vërtetën o Tahir Desku, ti na i ke dhonë 700 orë raportime nga lufta. Dora jote na i ka shkru vargjet më të bukra për dëshmorë. Dhe ne të kena lo pa punë, të kena lo pjanec, pa shpi, pa banes. Zoti ma roft Hashim Thoqin, Agim Qekun e gjithë me radha. Ka qenë kështu? Që ta e kanë lo luftarët më të mirë i kanë lo rrugëve. Luftarët më të mirë i kanë lo rrugëve. Këta nuk kanë ditë as me bo shtetë se s'kanë doshtë. Dhe këta kom i vro Zotin këtë botë, jo në atë botën tjetër. Kom i vro vorri Tahir Deskut, edhe i shumë Tahirave tjerë, edhe i shumë luftarëve tjerë që cigare nuk kanë me pi. E jënë shku e i kanë fry ato lista të hamamit, të veteranëve të hamamit, që në kohë 17.000 luftari kanë bot 60.000, me doj, me kusherina, me teze, me ato, me këta. Marrë do të mjardë. Dhe këtë do jetë zonë jam parlament, se nuk muna i hajni dilingjia që u plagos në Gjermani, e u bon veterani luftës me ardhë mu me Madrid gishtin. Nuk mundet, se ja ha gishtin me dhamë. Unë i përkullna vishë një luftarit vërtet që u ka ato. Këta s'ko sen që s'kanë bo. Pra ndaj, po du me hinë parlament. As hinë parlament punë e madhe, për mu është fitore e madhe personale në qofë se nuk hynë parlament. Fitore e madhe për familjen tëmë, qofë se hynë parlament, ka me konë zoni i viktimave. Shko shikoj vorrezat në brinë katun tëmë, janë të pandreqne. Unë nuk hi me shkel në bibeben e fshatit tëmë që i kanë shtinë cucëll gjak. Këta kanë vjedh edhe në vërta dhe mjasharit. Popli mendon se qeveria ka lume, ka ndrejq vorrezat e asharve, ka ndrejq një turk, me gjepin e vetë ka dhonë 1 milion euro. Pra nda jam i mlefosën, se qa kanë pos ta me mbo mu? Qka kanë pos? Kalëzëm ti mu. Kur gja ma zihiq, unë prapë po thamë, janë njerëz që ne kanë vro shpresat, ne kanë vro ëndrat e krimit shtetit Kosovës. Këtyne marrë do të mjë ardhë me hinë, jo në parlament, po me dollë në rrugë, unë me ko vend disave prej tyne. Isha shku e kësha hop një fermë, të lopëve, të dhive, dikun bjeshk, veç sa me jetu as në asfalt s'kisha dollë. Pra ndaj, kjo është motivacioni që unë kam hynë politikë. Qo se qytetarët mendojnë se unë s'dohet me konë politikë, unë shkoj, rri, i kthejem prap gazetaris, por nuk moj unë mi këshyr njerëzit të jardë me kërku ndihmë në spitalet e Kosovës se me ikë prej këtujt me shku në Macedoni, me shku në Beograd, se këta s'ka ndërtu spital. Shëndetësia është cop-cop. Qka kanë bon këta? Këta kanë thohë burra, po marojna shkolla që halo pa u inauguru i karo plafuni poshtë, o burra, po bojmë autostradën se që atu vjedhëm Makalaj, e bojmë kilometrin dhe këte që ta di shte, javë ka imponu, ish ambasadori Kristofer Del, i cili ka qenë njërin nga bosat kryesor të korrupsionit në Kosovë. Qoftë me pallatin e drejtësisë që u përzi, ja ka dhonë vllavë të gruzët vetë që është bulgar, qoftë në autostradë, qoftë nuk ka send zezë që ajë nuk u përzi. Tani, më thujti mu, une që shfoli me ambasador, pse i përkullem ambasadorit aktual de la vis? Unë rri me ambasadora, dhe që shfoli? Foli që shflasë me ty. Sepse nuk mundet një ambasador mu me më thonë, po ka dalë se e koj përzim diçka dhe kena me ta bo qështo. Pra ndaj, kjo është motivacioni jam shpëtim që jam hinë në politikë.